SPA ka shpathur pretencën për ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka me kërkesë për një dënim prej 4 vitesh burg i përfshirë në dosjen e njohur si Toyota Yaris. Zarka është akuzuar për veprën penale të korrupsionit dhe ushtrimit të ndikimit palishëm në bashkëpunim me disa individë të tjerë duke përfshirë Radovan Çelën, Astrid Vladin dhe Eriona Daupajn. Prokuroria e posaçme ka paraqitur prova që vërtetojnë se Zarka dhe bashkëpunëtorët e tij kanë ofruar dhe pranuar përfitime të parregullta në këmbim të ndikimit të funksionarëve të drejtësisë. Këto veprime përfshin kërkesa për ofrime favore për të kryer veprimet të lidhura me detyrat dhe funksionet e tyre, si dhe për të ndikuar në proceset e drejtësisë. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e Zarkës për të gjykuar në procedurë të shkurtuar. Vendimi marrë nga trupa gjykuese e përbërë nga Erion Çela, Bib Ndreca dhe Rudina Palloj, duke qenë se veprat penale për të cilat akuzohet Zarka nuk parashikojnë dënim të përjetshëm. Kërkesa për gjykim të shkurtuar u miratua. Në seancën e datës 15 prill 2025, prokurori i SPA Klodian Braho theksoi se nëse Zarka dënohet, dënimi do të jetë 3 vite burg për shkak të aplikimit të procedurës së shkurtuar.